Historiani Jusuf Buxhovi ka deklaruar se themelimi i dhomave të specializuara në Hag ishte i pashmangshëm për shkak të mungesës së hetimeve serioze për krimet e luftës në Kosovë. Në një intervistë për emisionin Off the Record në A2CNN, ai kujtoi se gjykata të ngjashme u ngritën në të gjitha shtetet e ish Jugosllavisë, megjithëse shpesh u kritikuan si të padrejta ose të motivuara politikisht. Gjykata e Hagës dhe dhomat e specializuara nuk kanë zbritur nga qielli. Ishte e domosdoshme që secili shtet i rajonit të hetonte krimet e luftës, tha Buxhovi. Sipas tij, vetëm në periudhën nga hyrja e NATO-s në Kosovë deri një vit më pas, u kryen mbi 600 vrasje, shumica e të cilave nuk janë zbardhur kurrë. Janë vrarë 106 aktivistë të LDK-s, 116 pjesëtarë të UÇK-s, përfshirë disa komandantë si dhe rreth 400 qytetarë nga komunitete minoritare. Shumë raste mbeten ende pa autor, theksoi ai. Buxhovi shtoi se ndryshe nga Kosova, Serbia dhe Kroacia, shtetet e tjera të rajonit kanë zhvilluar gjykime, ndonse shpesh të kontestuara. Në Kosovë mungesa e hetimeve vendore krijoi nevojën për dhomat e specializuara, të cilat megjithatë shpesh perceptohen si qëllime sapesh politike, u shpreh historiani.